Babai i Ervis Martinajt, i zhdukur prej 3 vitesh tashmë, ka dëshmuar sot në gjykatën e posaçme. Martinaj ka dhënë shpjegimet e tij për pasurinë, aktivitetin, si dhe jetën e djalit të tij deri në ditën e zhdukjes, në nëntgusht të vitit 2022. Nga viti 2008 e pas, djali është marrë me pika lotosh me licencë, me detyrime 100% të paguara ndaj kompanisë, si dhe ato vendore. Pikën e parë nuk e mbaj mend ku e ka hapur, po të më pyeste mua, do t'i thoja jo. Kam dieni që djali është dënuar për lojë Rafati. I kam kaluar të gjitha hetimet, nga Banka e Shqipërisë te pastrimi i parave. Bisera Haton e njoh pas ngjarjes në blok në vitin 2018, ku u plagos djali dhe u vra një tjetër. Vrasësi nuk ka bërë asnjë ditburg. Një pasuri që sot është e sekuestruar në emër të Bisera Hatos, ja ka falur i mbir Elio Hatos me pëlqimin tim. Falja e banesës është bërë vetëm sepse Elio Hato i ka shpëtuar jetën Visit. Makinën e parë të mirë që ka pasur djali e ka pasur me paratë e mia. Ka kushtuar 60.000 euro ose 48.000 euro. Herët ja kam bler. Në jetën e vet më ka sjell shqetësim në shtëpi. Nuk ka të ri që s'ka konflikte apo zënka. Në vitin 2018 ka ardhur dhe ka jetuar me gjithë familjen tek unë. Iku nga Tirana, bën pasaportizimin. Merrej kryesisht me gjueti peshku, jo për tregti. Në Laç ka qëndruar deri në ditën e zhdukjes, më nëntgusht të vitit 2022. Jetonte me të ardhurat që ka pasur nga biznesi me të cilin është marrë. Pastaj ka jetuar me mua. Me siguri ka bler ndonjë makinë vet. Nuk di për ndonjë pronë të tillë në Tiranë. Kishte një apartament tek Qemal Stafa për djenin time. Asnjë pronë tjetër. Hotel Arbëria duhet ta kem bler në vitet 2016-2017. Ishte i mbyllur në atë kohë. Kam investuar paratë e dynjas. Pas zhdukjes së Visit 23 herë më ka ardhur policia. Mos të rënë te liga. Unë si jam as budalla as naiv. Pyet në Albatin me shok të tregojnë ata.